Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Mirëdita të gjithëve. Emocionet e përshkruara deri tani, edhe pse shumë të ndryshme, i bashkon një karakteristike veçantë. Lindin gjithmonë për një përvojë të pakëndshme, që me shumë qejf do të donim t'i shmangnim. Lindin për një pakënaqësie të zemrës, që do donte t'i kishte afër vetes personat e dashur, të jetonte marrëdhënie paqeje, të ndihej mirë në të gjitha situatat e jetës. Megjithatë, jeta e përditshme sjell me vete konflikte, tensione, mosprani, pasiguri, kërcënime dhe secilit prej nesh i duhet të bashkëjetojë me një brendësi të banuar prej frikës, trishtimit dhe gjithë asaj game ndjenjash që kemi përshkruar deri tani. Por, jeta jonë nuk njeh vetëm ngjyrat e errta të emocioneve të pakëndshme. Realiteti që jetojmë çdo ditë na ndjell, na duket i këndshëm dhe tërheqës, kaq i këndshëm sa dëshirojmë që të jetë i përjetshëm. Për këtë arsye, ndjesitë e mirëqenies në mënyrë gati automatike shoqërohen me frikën se mos ato zhduken menjëherë. Lind kështu ai vlerësim intuitiv i menjëhershëm bazuar në më pëlqen, që në një moment të dytë diferenco duke marrë ngjyrime nga më të ndryshmet, si për shembull gëzim, gaz, mahnitje, mirënjohje. Edhe për emocionet e këndshme ndodh një evolucion, një ndryshim. Prej një faze fillestare, tipike për fëmijërinë e parë, krijohen gjendje të shumta shpirtërore me karakteristika të ndryshme. Ato kanë një zanafill të përbashkët, përvojën e kënaqësisë dhe të mirëqenies, që fëmia priret ta ruajë si situatë ideale për të jetuar dhe që përjetohet kryesisht në nivel fiziologjik. Bëhet fjalë, siç e kemi thënë edhe më përpara, për një përvojë globale që nuk njeh ngjyrimet e ndjenjave më të zhvilluara. Edhe pse tipike fëmërisë shumë të hershme, ajo riparaqitet shpesh në moshë të rritur. Mjafton të mendosh për ndjesi që provojmë pas një drekë të mirë apo pas asaj që ndjejmë në pushimin e shëndetshëm që vjen pas një lodhje të madhe. Siç e kemi kujtuar, ndërsa në femërinë tonë shumë të hershme, kënaqësia shteron çdo mundësi përvoje të këndshme, në moshë të rritur gama e ndjenjave të mundshme është shumë më e gjerë dhe nuk mund të vihet vetëm në nivel fiziologjik. Emocionet drejt pasqyrojnë kompleksitetin e personit njerëzor, që nuk shprehet vetëm në përmasën trupore, por edhe në atë psikologjike dhe shpirtërore. Jemi krijuar për të dashur veten, për të dashur të tjerët dhe për të dashur hyn, dhe emocionet tona më të këndshme e shprehin këtë realitet. Madje mund të themi se ato tregojnë gjithnjë një jam mirë me, ku objekti i referimit mund të jetë vetja, tjetri, një realitet, hyje e tjerë. Atëherë, mund të organizojmë reflektimin ton duke i ndarë emocionet drejt në disa kategori që pasqyrojnë ato që sapo kemi thënë. Kategoria e parë është të qenit mirë me veten. Një seri e parë e emocioneve të këndshme lind prej faktit se ndihemi mirë me veten tonë, se marrim konfirmime në lidhje me vetvlerësimin personal. Euforia. Një shprehje fillestare e kësaj serie përbëhet nga euforia, që paraqitet si një ndjenjë shumë e këndshme. Zanafilla e saj lidhet me fëmijërinë, në momentin kur fëmia është duke u marrë me detyrën e vështirë të individualizimit të vet dhe për të parën herë ndahet nga figura amnore. Shkputja nga nëna favorizohet prej perceptimit të realitetit të jashtëm si tërheqës. Gjithçka është e papritur. Risi, objekt eksperimentimi dhe ai hidhet me vrull në detyrën e vështirë të pushtimit të botës. I pa vetëdijshëm për bërësinë e vet, do të donte të prekte, të çmontonte, të ndërtonte, të shndronte dhe të kontrollonte gjithçka.
Ndjenja që shoqëron këtë eksplorim të zjarrt të realitetit është pikërisht euforia. Ajo shoqërohet me zell, të qeshura, ndjenja të vazhdueshme të mirëqenies dhe shpesh prej mohimit të çdo rreziku dhe kufiri. Nuk duhet shumë që tek fëmia kjo gjendje shpirtërore, lindur prej thirrjes së tij si eksplorues i vogël, t'ia lër vendin ndjenjave krejt kundërta. Mjafton një qortim, një ndalim, apo zbulimi i hidhur se kacavjerrje nëpër mobilje apo hedhja poshtë nga tavolina mund të shkaktojë thyrjen e kokës. Kështu, dëshpërimi më i keq zëvendëson menjëherë euforinë më të gjallë. Megjithatë, ky emocion nuk karakterizon vetëm botën emotive të fëmijës. Edhe i rrituri e njeh mirë këtë gjendje shpirtërore dhe jo vetëm për shkak të alkoolit. Ajo shoqëron disa momente të jetës, shpesh të shkurtra, ku gjithçka duket se po ecën për bukuri dhe uni, duke u ndier mirë me veten e vet, me tjerë dhe me jetën, prirët të eliminoj prej vetdijes çdo perceptim të mundshëm negativ të realitetit. Kjo është karakteristika e euforisë. Mohimi i pavetdijshëm apo i vullnetshëm i çfarë do elementit pakëndshëm që përjetohet. Është si të mbyllësh syt përpara çdo përmase problematike të realitetit dhe ta lësh veten të kapësh krejtësisht për kësaj ndjenje, duke harruar çdo gjë tjetër. Kemi folur për mohim të pavetdijshëm apo të vullnetshëm. Në rastin e parë, gjendemi përpara një emocioni zakonisht të papjekur. Personi e lë veten të kapet prej asaj që jeton, harron aspektet e tjera të realitetit të cilat, ndoshta, priret t'i eliminojë nga vetdia, sepse janë shumë dhimbshme. Edhe më keq, personi mund të përpiqet që ta shkaktojë vetë këtë emocion, ndoshta nëpërmjet përdorimit të alkoolit apo drogave të lehta, gjë që synon shpesh në mënyrë jo krejt të vetdijshme ikjen për një jetë që e ndihen si të rëndë, shtypse, të pakuptimt. Atëherë, gjendemi përpara ndjenjës së gënjeshtër të atij që mendon se mund t'i urdhërojë gjendjet shpirtërore apo të jetë në gjendje që të kontrollojë fatin e vet. Përfshi edhe emocionet, por herët avon do të zbulojë, pas mbarimit të efektit të substancës eksituese, se jeta nuk është në duart tona dhe se nuk mjafton të pish ndonjë litër birë, raki apo diçka tjetër për të arritur lumturinë. Përkundrazi, ndryshe është euforia vullnetshme, e cila është një pezullim i përkohshëm i vetdijes që lidhet me aspektet më pak të këndshme të jetës. Ajo ofron një moment lumturie që buron nga të ndjerit, qoftë edhe për një çast të vetëm, se jeta përbëhet nga përvoja të këndshme dhe se gjithçka do të zgjidhet në mënyrën më të mirë të mundshme. Emocion pak i gënjeshtërt, siç janë të gjitha emocionet kur priren të përgjithësojnë një situatë si në të mirë, ashtu edhe në të keq. Por jo për këtë arsye, ajo është një emocion i papjekur. Në masën me të cilën ajo zë fill prej një përvoje të mirë dhe objektive dhe nuk ka qëllime mbrojtëse, si për shembull të fshijë gjendje shpirtërore të kundërta, listohet dënimësisht tek emocionet e konsideruara si të pjekura. Me qëllim vërtetimin e përshtatshmërisë së saj, është e rëndësishme që të kërkojmë të gjejmë shkaqet e euforisë, atë që shkakton këtë emocion. Nëse lind në mënyrë të vetdijshme, nëse është në përpjestim me ngjarjen që e ka shkaktuar dhe nëse nuk mbulon një trishtim, mund të vlerësohet në mënyrë pozitive. Shpesh shoqëron etapat e rëndësishme të jetës, një sukses, takimin me persona të dashur, takimin me dikën pas shumë kohësh, arritjen e diçkaje për të cilën ke luftuar prej kohësh, apo lind në momentet më të pamenduara kur na plotësohet papritmos një dëshirë, apo kur na ndodh diçka e mirë që na gjen të papërgatitur. Përkundrazi, në raste të tjera, ajo shpesh krijohet nga faktorë të jashtëm, si alkooli dhe droga, apo është fryt i një iluzioni, ashtu si përjetohet dallëdia e nisjes me shpejtësi të madhe e makinës që na bën të ndihemi zotër të botës dhe na jep sigurinë se gjithmonë mund t'ja dalim pa u lagur. Në këtë rast, euforia
është e lidhur me një imazh të shtrembëruar të vetes, ku mbizotron një perceptim mallështor dhe jo real i unit. Një unë i gjithëpushtetshëm i ngjashëm me atë të fëmijës në femërinë e tij të parë, që nuk e njeh rrezikun dhe ndjen se mund t'i bëjë ballë gjithçkaje, pa rrezikuar kurrë asgjë. Ndërsa në vitet e para të jetës, ky perceptim i vetes është fryt i një mosnjohjeje, në moshë të rritur, ky lloj perceptimi është tregues papjekurie. Lind prej dëshirës për të eliminuar çdo përvojë cënueshmërie, lodhjeje, vuajtjeje, shpesh ngjallet në mënyrë artificiale për të kompensuar një ekzistencë tepër të trisht dhe të errët, ku personi ka përshtypjen se nuk vlen dhe është shumë i friksuar për t'i bërë ballë jetës në mënyrë realistike. Pastaj ekzistojnë emocionet këndshme që ndryshe nga euforia e perceptojnë realitetin në mënyrë më pak kategorike. Në vend parë vendosim gazin. Ndryshe nga euforia, ai shpreh një pamje të realitetit më të ngjyrosur dhe më objektive. Një person gazmor është më pak i kapur nga humori i vet, nga pamja optimistike e botës, e vetes dhe e të tjerëve. E di se është i cënueshëm dhe se gjendja e vet shpirtërore është e përkohshme. Gëzohet për ndjenjën që provon, pasi ajo bën të ndihet mirë me veten dhe me të tjerët, si edhe të ketë një pamje të saktë të realitetit që po jeton. E njëjta gjë mund thuhet edhe për kthjellësinë, që ndryshon prej gazit vetëm sepse është më e qetë, më e shtruar, më e butë dhe siç e thotë edhe vet emri, është e kthjellët si një qiell i pastër, pa re dhe pa kërcënim kohe të keqe. Këtyre emocioneve mund të ushtojmë haren, ngazëdhimin, kënaqjen, gazmendin, që bëjnë pjesë të emocione që zënë fill prej një perceptimi pozitiv të vetes dhe shprehin një pamje dashamirëse, por edhe realistike të vetes dhe të jetës në përgjithësi. Ato nuk përfshin domosdoshmërisht praninë e të tjerëve, nuk karakterizohen si të lindura për një marrëdhënie ndërpersonale dhe janë më së shumti të lidhura me realizimin apo me mirëqenien individuale. Për këtë arsye, i kemi përcaktuar këto emocione si tipike të qenit mirë me veten. Më sipër, kemi thënë se ekziston një tjetër kategori ndjenjash, të ngjashme me ato të sapo përshkruara, të cilat zënë fill prej marrëdhënieve me të tjerët dhe të cilat do të përpiqemi t'i përkufizojmë dhe t'i përshkruajmë tani. Mes ndjenjave që rrjedhin për një marrëdhënie pozitive me të tjerët, vendosim në vend të parë një emocion të fortë dhe paqëtues. Gëzimi shfaqet me krijimin e lidhjeve të para të rëndësishme dhe shoqëron gjatë gjithë jetës marrëdhëniet tona më të thella. Gëzimi lind në momentin kur lidhja jon me figurën amërore personalizohet dhe shndërrohet në një marrëdhënie ndërpersonale. Në muajt të parë të jetës, i porsalinduri jeton një si vazhdim të përvojës së bërë në barkun e nënës, ku këmbehen ndjesi të këndshme qetësie dhe gjendje pa qetësie dhe keqardhjeje, lidhur me keqënjen fiziologjike, si për shembull dhimbje barku, uri, gjumë. Ky stad ndiqet prej një tjetri, kur fëmia fillon të shkëputet, edhe psikologjikisht prej figurës amnore dhe provon ndjenja të këndshme që i shpreh ato edhe përmes buzëqeshjes, shenjë e fitimit të aftësisë për të dalluar fytyrën njerëzore. Por, gëzimi zë fill në fazën e mëvonshme, në momentin kur fëmia jo vetëm që e njeh nënën e vet, por edhe në momentin kur ajo bëhet e pazëvendësueshme për të. Kur ajo bëhet dikush me të cilin është krijuar një lidhje, ajo është një person që fëmia mund ta dojë dhe të ndihet i dashur prej saj. Atëherë lind kjo ndjenjë, që shpesh e shohim të pasqyruar në sytë e fëmijës, kur e risheh nënën e vet, e cila ishte larguar prej tij për pak kohë. Pra, gëzimi është efekti i dashurisë së dhënë dhe të marrë, që rrjedh prej faktit se unë dua dikënd dhe se mua më do dikush.
Edhe pse një analizë objektive e kësaj gjendjeje shpirtërore krijon ndjesinë se po ja heqim krejt bukurinë e saj, mendojmë se është e rëndësishme që të vëmë në dukje disa elemente dalluese. Pikë së pari, duhet thënë se gëzimi nuk është një qëllim, por gjithmonë një efekt. Pra, është utopike dhe fëmijërore të mendojmë se ky emocion mund të arrihet në mënyrë të drejtpërdrejtë, nëpërmjet një përpjekjeje të vullnetit duke përdorur teknika të veçanta apo mjete të jashtme. Nëse euforia mund të shkaktohet për shembull nëpërmjet përdorimit të substancave, kjo gjë nuk vlen për gëzimin. Gëzimi lind si efekt dytësor, si fryt i diçkaje tjetër. Nuk mund ta shkaktojmë gëzimin, siç përpiqemi të bëjmë shpesh ndoshta duke përdorur të tjerët, duke i detyruar të na duan apo të raqëndrojnë afër. Ai nuk është një prodhim i veprimeve tona, por një dhuratë që buron prej krojit të dashurisë. Në qytetrimin ton konsumistik, shpesh e gënjejmë veten se mund të arrijmë gëzimin në të njëjtën mënyrë me të cilën kemi arritur mirëqenien. Po aq shpesh mbetemi të zhgënjur kur na duhet të pranojmë kotësinë e përpjekjeve tona dhe e paaftësinë për të fituar në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe vetëm njërin prej të mirave më të dëshiruara. Ky zbulim i dhimbshëm shpesh shoqërohet me hidhrim, zhgënjim, ndjenjë mosbesimi ndaj jetës. Në këto raste, do të ishte mirë që të pranojmë se nuk ka qenë jeta ajo që na ka zhgënjur. Ai që na ka zhgënjur ka qenë një kërkim i gabuar, një interpretim i rrem i lumturisë. Është ngatruar gëzimi me synimin, pasi gëzimi është përgjigje që jeta i jep atij që jeton duke kërkuar realizimin e thirrjes së vet. Atë të krijesës së aftë për të marrë dhe për të dhënë dashuri. Së dyti, gëzimi është një dhuratë që na jepet prej jetës dhe siç është thënë edhe më sipër, ai shprehet në përgjithësi në një kontekst marrëdhënor. Kur jemi mirë me veten, ndjenja që na karakterizon është gazi, euforia, të ndjerit në formë, ndërsa kur jemi në harmoni me të tjerët, kur jetojmë në bashkim me dikënd, atëherë gjithë kjo shoqërohet prej ndjenjës së gëzimit. Ky emocion lind prej sigurisë së thellë se jemi qenjë të denja për të dashur dhe se na duan, prej perceptimit se jeta jon nuk është thjesht një shumë vitesh, shpesh të rënda, të vështira dhe të pakuptimta, pasi në të mund të gjejmë një kuptim, zanafilla të cilit qëndron në një dashuri personale ndaj secilit prej nesh. Kjo dashuri duhet të provohet të paktën një herë në jetë, nëpërmjet afektit të një personi që me të vërtet ka ditur të na dojë, me qëllim që ta jetojmë përsëri dhe ta shijojmë edhe kur ky person nuk do të jetë më i pranishëm dhe asaj t'i lëshohemi me besim. Prindrit tanë, personat e rëndësishëm të fëmijërisë, kanë qenë ndërmjetësuesit e një dashurie më të madhe, që te i kalon gjithësinë dhe i drejtohet çdo qenie njerëzore. Nëpërmjet afektit, ngrohtësisë, përkthjeljeve, butësisë dhe mbrojtjes, ata kanë bërë të mundur që ne ta tejkalojmë ndjenjën e kërcënimit fillestar, që na bënte të ndiheshim të vegjël, të brisht, të cënueshëm dhe të humbur në një botë tepër të madhe dhe të rrezikshme. Afekti i tyre na ka ndihmuar që të shpresojmë te dashuria dhe t'i besojmë asaj. Ka hapur në ne krojet e gëzimit. Të gjitha përvojat e mëvonshme, edhe pse mënyra jone perceptimit dhe jetimit të tyre është pjekur dhe zhvilluar, e kanë pasur zanafidhen te këto marrëdhënie të rëndësishme të fëmijërisë sonë të parë. Kështu kemi zbuluar gëzimin e miqësisë, lindur prej afërsisë dhe simpatisë ndaj ndikujt që mendon dhe ndihen gati si ne. Atë të dashurit dehës, ku jetohet zbulimi entuziazmues i të dashurit dhe i të qenit i dashur në mënyrë të vetme dhe ekskluzive, gëzimin e qetë dhe të shtruar të afekteve familjare. Gëzimi lind prej faktit se ke pranë vetes personin e dashur, ose edhe vetëm prej faktit se e ke në zemër, me që jo gjithmonë është e nevojshme
apo e mundshme prania fizike e tij. Kjo ndjenjë mund të shfaqet me mjaft intensitet nëse bashkohet me madhin për dikën që duam shumë dhe prej cilit ndihemi të dashur. Prania e mungesë në këtë rast nuk i kundërvihen njëra tjetrës, por mund të arrisin thellësinë e një marrëdhënieje duke e bërë edhe më të gëzueshme atë. Ajo që na bën me të vërtetë të lumtur është të banuarit në zemrën e atij që është i shtrenjtë për ne, pasi ne nuk banojmë aty ku jemi, por aty ku duam dhe aty ku na duan. Së treti, gëzimi, fryti i dashurisë së marrë, buron edhe prej asaj që dhurohet. Besimi dhe siguria e të qenit i dashur prej tjetrit shpesh përbëjnë sfondin e afekteve më domethënëse, duke krijuar një klimë sigurie që sjell me vete dëshirën për të dhuruar dhe gëzimin që rrjedh prej kësaj klime. Ai që e di se e duan, i te i kalon konfliktet, nuk hum në dredhat e errta të frikave dhe të xhelozive të kota. Përpiqet që ta kuptoj pikpamjen e tjetrit dhe sidomos gëzon prej faktit se ja do të mirën tjetrit. Kështu lind nevoja këmbgulse për të dhuruar, për ta parë tjetrin të lumtur, për të plotësuar dëshirat e tij, për të bashkëpunuar me të për realizimin e qëllimeve të tij. Personi mëson të kuptoj, të falë, të hërshoj dëshirat, të kuptoj me intuit atë që atij mund t'i pëlqej, të lërë të buroj nga zemra ai burim mirësie që është në ne, por të cilin shpesh e kemi bllokuar ose madje edhe e kemi mohuar. Atëherë, zbulohet e vërteta fjalës së hyjt kur pohon, më i lumë është ai që jep se sa ai që merr. Veprat e Apostujve 20:35. Kjo e vërtet nuk zë fill për një bindje morale, prej mbushjes së mendjes se është mirë të bësh mirë të tjerëve. Ajo është shumë e ngjashme me lëshimin, është një dorëzim në atë rrymë energjie, jete dhe dhurate që përshkon krejt gjithësinë. Ne jetojmë me iluzionin e vazhdueshëm se duhet të shkaktojmë gëzimin dhe me frikën po aq të vazhdueshme se mund ta humbasim atë. Unë gjitë e përshkruajnë vazhdimisht këtë qëndrim të zemrës njerëzore. E gjejmë për shembull në disa shëmbëltyra si ajo e talenteve apo e zotësisë që vëmë njën të mira për të siguruar një të ardhme të qetë. I njohim mirë këto tekste dhe jemi mësuar që t'i interpretojmë në terma moral, sikur të naftonin për t'u angazhuar, për të qenë bujar, për të sakrifikuar dhe për të hequr dorë. Ndonjëherë na fusin frikën, sepse janë kërkues dhe duket se diktojnë një stil jete që nuk i lë hapësirë gëzimit, realizimit personal. Harrojmë se përkundrazi ato na fusin në një jetë të plotë, na tregojnë rrugën e gëzimit, u heqin masken frikave tona, nevojave tona instiktive për ta mbajtur me çdo kusht atë që zotrojmë. Ja heqin maskën ndrojës së tepruar për të humbur, iluzionit se mund të bëhemi zotër të fatit ton, vënë në dukje se si priremi të harrojmë që ai që dëshiron ta shpëtojë jetën e vet, duhet ta dhurojë atë. Domethënë, duhet ta humbas atë. Vetëm kështu mund të provojmë një gëzim jo të pjesshëm dhe rastësor, por të qëndrueshëm që gëzohet tek sheh lumturinë atyre personave që i do fort. Duke qenë se lind prej lëshimit, prej dhurimit, gëzimi i vërtet nuk e kërkon me do e mos praninë e objektit të dashur, edhe pse e dëshiron vazhdimisht atë. Ajo që vlen më shumë dhe që ja dëshiron më së shumti është e mira e tjetrit, lumturia e tij. Kjo dëshirë krijon një bashkim të thellë, një paqe të brendshme që dëshmon një prani, edhe pse të një lloji tjetër. Kështu, personat që duam mund të banojnë në ne, mund të lëshojnë rrojnë në zemrën tonë. Kjo ruajtje e tjetrit në brendësinë tonë na vën në një atmosferë gëzimi dhe paqeje, edhe pse në lodhje, në vështirësi, në luftrat e përditshme kundër egoizmit ton, i cili na shtyn të zotrojmë, të mbajmë për vete,
të fitojmë afektin e tjetrit. Pra, gëzimi është sfondi dhe atmosfera ku lind dhe rritet dashuria, ajo që na japin të tjerët, objekt i të cilës jemi dhe ajo që ne u japim atyre. Megjithatë, nuk është i vetmi emocion që shoqëron përvojat e dashurisë. Emocionet e afërsisë. Mes ndjenjave të tjera që mund të listojmë në këtë kategori, kujtojmë pikë së pari dëmshurinë. Siç sugjeron edhe vetë termi, dëmshuria lind nga perceptimi i cënueshmërisë, i brishtësisë së tjetrit. Na ngjallin dëmshuri personat e dobët, të pambrojtur, apo që bëhen të tillë duke vendosur të mos fshihen dhe që, fal paraqitjes së tyre të qarmatosur, ngjallin në ne dëshirën për t'i ruajtur, për t'i mbrojtur, për t'i mikpritur dhe për t'u kujdesur për ta. Ndërsa dëmshuria i drejtohet përgjithsisht një personi të vetëm, dobësia të cilit na tërheq dhe na përfshin emocionalisht, solidariteti mund të përfshijë shumë individ. Megjithatë, konkretizohet në një angazhim, veprim, vendim, marrje përgjegjësie. Solidariteti, megjithëse konkretizohet në një angazhim, në një veprim, vendim, marrje përgjegjësie, solidariteti lind nga një emocion. Ajo që e ngjall këtë emocion është një situatë e thellë e përvojës së vështirë në të cilën ndodhet tjetri, prej nga lind edhe dëshira për ta ndihmuar atë. Përkundrazi, më individuale është simpatia, që si që thot edhe vetë fjala, shpreh një përputhje ndjenjash. Ajo lind prej një ndjenje instiktive, të menjëhershme, një feeling që krijon një tërheqje të menjëhershme për një person të caktuar. Është një ndjenjë subjektive, e qastit, që zëfill prej faktit se kemi dalluar të tjetri diçka që na pëlqen, që na tërheq. Shpesh na çon në gabim. Dëshira për të gjetur të ata që na rrethojnë një element që na bashkon, që krijon lidhje deri edhe madje shpirtin binjak, burrin apo gruan e jetës, na shtyn që të shohim te tjetri atë që ai nuk e ka, por që lindur prej dëshirës son, ja kemi veshur atë atij apo asaj. Nga ana tjetër, simpatia vë bazat për të krijuar marrëdhënie të thella, afërsie, afekti dhe miqësie. Sidomos kjo e fundit lind dhe shprehet si zbulimi një përputhje të thellë, shpesh të lindur për një ndjenje të menjëhershme si simpatia që thedhohet dhe zgjerohet gjithnjë më shumë duke gjetur motive më objektive dhe racionale, pikpamje dhe pasionet përbashkëta të afta për të krijuar dëshiren për të komunikuar dhe për të bashkëndarë. Pa simpatin, miqësia do të kthehej në një shkëmbim idesh, pikpamjesh dhe do t'i mungonte ajo pasuri emotive që e bën, përkundrazi, njërin prej marrëdhënieve më të rëndësishme dhe më të thella që një person mund të krijojë. Përkrahasoj, edhe pse jo tipike vetëm për miqësinë, mund të vendosim mirënjohjen, ndërsa simpatia dhe të gjitha ndjenjat që karakterizojnë dashurimin, për të cilën do të flasim në vijim, të shtyjnë jashtë vetes për të shkuar drejt tjetrit, mirënjohja shpreh një qëndrim më mikpritës. Lind prej perceptimit të paplotësisë dhe të varfërisë vetjake, por në vend që të vërë në dukje mungesën apo humbjen siç ndodh në rastin e trishtimit, ajo vë në dukje bujarinë e tjetrit, i cili përpiqet që ta mbush këtë boshllëk. Ajo që dallon mirënjohjen nga depresioni nuk është vetëm një situatë mungese më e vogël, por mënyra e shikimit të realitetit, objekti i vëzhgimit. Ndërsa në rastin e parë, shikimi është i përqendruar te uni im, vështirësi dhe tensionet e të cilit absolutizohen, në rastin e dytë, vëmendja përqendrohet jashtë vetes, te dhuruesi. Për këtë arsye, narcisizmi dhe mirënjohja janë të papajtueshme. I pari bën që ta qëndërzojmë gjithçka te vetja jonë dhe t'i shfrytëzojmë të tjerët, të perceptuar gjithmonë si në borxh ndaj nesh.
Mirënjohja përkundrazi mjafton që të shohim të tjerët një bujari të madhe, objekt i të cilit jemi ne. Nëse simpatia dhe mirënjohja karakterizojnë marrëdhëniet e përzemërsisë dhe të miqësisë, më totalizuese janë emocionet e lidhura me dashurimin dhe dashurinë bashkëshortore. Ndjenja fillestare në këto raste shpesh përbëhet prej tërheqjes. Dikush e ka caktuar si diçka që na kap nga brenda dhe nuk kuptojmë më asgjë. Siç e thotë edhe vetë termi, i përgjigjet një të ndjeri tërhequr, i shtyr drejt atij apo asaj që na pëlqen. Shpesh shprehet në nivel seksual, por kur shoqëron dashurinë e vërtet, i referohet totalitetit të personit. Vë në dukje një person që ndihet i tërhequr prej nurit të tjetrit, që është përfshirje në mënyrë totale. Tërheqja përshkruan të qenit i tërhequr si me magnet prej tjetrit, që shprehet me nevojën për t'i qëndruar afër, për t'u gëzuar prej pranisë së tij, për t'ju referuar vazhdimisht asaj që ai jeton, mendon dhe ndihen. Sidomos nëse nuk kufizohet në përmasën seksuale, ajo shoqërohet zakonisht prej një ndjenje edhe më intensive, siç është pasioni. Me këtë term i referohemi në veçanti dashurisë erotike, të kuptuar jo si dashuri seksuale, por sipas paraqitjes interesante të Clive Lewis, si ndjenjë tipike e të dashuruarve. Ka raste kur një burr fillimisht provon një tërheqje fizike për një grua dhe vetëm më pas dashurohet me të. Por dyshoj që kjo ndodh shpesh. Më shpesh besoj se gjithçka zofill prej një shqetësimi të thjeshtë dhe të lehtë, krejt specifik, në lidhje me personin e dashur, të konsideruar në totalitetin e tij. Një burr që ndodhet në këtë gjendje shpirtërore nuk është në gjendje të mendojë për seksin, sepse është shumë i zënë duke menduar për personin. Që ajo është një femër është më pak e rëndësishme se sa fakti që ajo është vetvetja. Burri ndihet i përshkruar për një dëshirë që mund të mos ketë ngjyrime seksuale. Nëse do ta pyesnim se çfarë dëshiron, përgjigjja e tij e sinqertë do të ishte në më të shumtën e herëve të vazhdoj të mendoj për të. Ky burr është duke çuditur dashurinë. Pra, pasioni është ajo përvojë dashurie totalizuese që të shtyn ta dëshirosh personin e dashur për atë që është dhe jo për atë që ai mund të jap. Është një emocion i aftë që ta kthejë nevojën në dëshirë dhe që ta shoh tjetrin si diçka që është më shumë se i çmueshëm, të admirueshëm, të pasuvendësueshëm, të domosdoshëm për lumturinë vetjake. Pasioni kërkon që ta kemi pranë vetes personin e dashur dhe nuk gjen paqe derisa ky aspirat të plotësohet. Edhe afërsia fizike nuk është e mjaftueshme, siç sugjeron teksti një këngë të famshme, kur pohon afër nuk është ende mjaftueshëm. Vetë dashuruarit, edhe pse pjesërisht, përpiqen që ta shprehin së jashtme këtë ide kur pohojnë se duan ta hanë apo ta grinë njëri tjetrin. Milton ka shkuar më tej kur i ka imagjinuar krijesat angjëllore si qenie me trupa transparent, fal të cilëve arrin të bashkëdepërtohen, që është shumë më shumë se sa përqafimi i thjeshtë. Charles Williams i referoi diçka të tillë kur ka thënë: "Të dua, unë jam ti." Pasioni, edhe pse mund të na duket e çuditshme, është një ndjenjë që na afron me hyin. Ai jo vetëm që na kujton se hyje do njeriu me një dashuri plot pasion, por na zbulon edhe mënyrën me të cilën duhet ta duam atë dhe vëllezërit tanë. Me përkushtim e dhurim të plot, pa kufi, mbrojtje e rezerva, me dëshirën për të mos mbajtur asgjë për vete, por për ta mbushur personin e dashur me gjithë të mirat që kemi. Kemi vënë në dukje një përmas soditse tipike të këtij emocioni. Megjithatë, ekzistojnë ndjenja të tjera që e shprehin këtë qëndrim, si mahnitja, mrekudhimi dhe magjepsja. Këto emocione zënë fill prej afërsisë për të dalluar bukurinë e kozmosit, të personit, të hyjit dhe për të mbetur me gojë hapur,
pa pasur dëshirën për ta zotëruar apo për ta mbajtur atë për vete. Ashtu si mirënjohja, edhe këto emocione vënë në pah një mungesë, gati një droj. Lind prej të dalluarit me shqetësim se realiteti paraqet një më shumë në krahasim me atë që mund të pritej, një pasuri që nuk ja merrte mendja kujt. Shprehin atë afërsi dashurie të pranishme në ne që Lewis ka përkufizuar si çmuarje, një dashuri që sodit duke mbajtur frymën dhe që hesht. Mahnitje, mrekullim, magjepsje, janë të gjitha emocione që shndërrojnë realitetin. Shumë larg iluzionit, i cili gjithçka që ekziston dëshiron ta bëjë sipas dëshirave dhe nevojave të veta, këto emocione shohin të realiteti bukurinë e tij të brendshme. Burimi i tyre është shikimi i zemrës, i vetmi, siç përshkruan edhe Saint-Exupéry, me të vërtetë në gjendje që të shoh, pasi ajo që është thelbësore nuk shihet me sy. Në një epokë si kjo e jona, e mësuar që të prodhoj dhe të konsumoj, ndoshta do të ishte i nevojshëm një edukim për ndjenja të tilla. Shpesh prej tyre burojnë gëzimet e mëdha dhe të thella. Edhe ne mund të mësojmë, si Bariu që dikur zinte një vend nderi në Betlehemin e Krishtlindjes, të rrim me gojë hapur përpara diçkaje apo dikujt që na mahni dhe ma gjeps. Jeta do të na dukej më e thjeshtë dhe më e kthjellët dhe nuk do të kishim nevojë që t'ja mbathnim në përparajsat e të shtunave mbrëma për të rigjetur guximin që t'u bëjmë ballë lodhjeve dhe rëndesave të jetës sonë të përditshme.